është një rrethon krejt ndryshe e qeverisjes së vetëvendosjes për faktin që ka pas 50% dhe kjo nënkupton pushtet absolut për të bërë dhe për të shtyrë çdo gjë që planifikonin para. Nëse nisëm prej këtij parimi, do të thotë mendoj që është jashtëzakonisht për nën pritjet që secili njeri i ka pasur qoftë edhe kundërshtari me jashtë për i vetëvendosjes, mendoj që pritjet kanë qenë shumë të mëdha. Një prej përparësive më të mëdha gjatë kësaj qeverisje është që ka ndryshuar buxheti për shëndetësi. Do të thotë historikisht buxheti për shëndetësi ka qenë shëndetësia si sektor ka qenë i nënbuxhetuar, ka pas ngritje të buxhetit, sidomos rritja më drastike ka qenë për barë edhe material shpenzues, po pastaj na ka dalë problem me mekanizmat përcjell, sepse kjo qeveri, konkretisht Ministria e Shëndetësisë përmes organeve të veta të pavarura, nuk ka arrit me kriju mekanizma stabil që nënkuptojnë që përveç që ti duhesh me pare, ti duhesh me përcjell çat pare ku shkon edhe çysh e shfrytëzon dhe sa është kost efektive për një treg jo shumë të madh siç është Kosova. Nëse shohim të investimet kapitale, besoj që investimet kapitale janë një pjesë e investimeve kapitale ka qenë një prej pikave më të zeza të kësaj qeverisje, për shkak që shumë institucione, objekte spitalore që janë planifikuar me vitet tona, ato nuk fatkeqësisht nuk kanë arritur as mund të blloku prej kësaj qeverie. Rasti më ekstrem është Spitali Ferizajit, klinika e emergjencës së re në QKK, të cilat nëse nuk ka bëj Spitali Ferizajit ka fillu qysh prej 2018, ndërsa klinika emergjente prej vitit 2016. Ajo që ka kjo qeveri ka ardhur me një plan për reformë dhe të paktën e kanë proklamu 10 vitëshin e fundit para se me marrë qeverisjen, ka qenë qeverisja me dur të pastra, se kjo tash në zhargonin publik merr edhe konotacion tjetër, po ku hyn edhe vendosja e njerëzve në bazë të meritokracisë dhe mendoj që një prej dështimeve më të mëdha të kësaj ministrie është që nuk ka arrit me siguru që konkurset e pavarura për institucionet e pavarura në pikë të kyçe me qenë plotësisht pavarura. Dhe na tregon dy çështje që dua të pyes para se të kaloj se pastaj mund t'i haroj dy gjëra. E para the që ka pasur pushtetin e mjaftueshëm, mos them absolut, pushtet të mjaftueshëm për të qeverisur vet, por sërish sonte vetëvendosja u ankua se ka penguar opozita. Ja ka takuar ligjin për sigurime shëndetësore në gjykatë kushtetuese. Ishte ankesë që e ka penguar. Është pyetje retorike dhe unë sot nuk du më tingullu për shkak që jemi në ditë të ndjeshme, siç është fushata e që i ka paraprini para fushat shumë e egër, qysh prej përfundimit të zgjedhjeve të kaluara qendrore, po çka nëse arrin dikush një zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë ose një zyrtar i vetëvendosjes me masaru çysh është blloku kjo qeveri prej opozitës. Edhe kjo është fatkeqësi, sepse mendoj që ka pas nisma që është dashur me u blloku pe opozitës, sepse ka pas nisma që s'kan qenë të mira. Ishin dy çështje, keni atakuar ligjin në kushtetuese dhe nuk keni miratuar fondin e Bankës Botërore. Vetëvendosja duhet me pas parasysh edhe duhet me u tregu edhe me lexu publiku duhet me lexu këtë situatë drejt. Kosova ligjin për sigurime shëndetësore ka prej vitit 2014. Do të thotë nuk ka bë vetëvendosja ligj. Vetëvendosja ka amandamentu ligj, e ka ndryshu ligjin që ka qenë në fuqi. Dhe me ligj në fuqi nuk ka qenë asnjëherë, edhe këtë të me përgjithësi plot, nuk ka qenë asnjëherë mosbatimi i ligjit për sigurime shëndetësore, fakti që ka ndonjë zbrasti në ligj. Mosbatimi i ligjit për sigurimet shëndetësore është sepse kjo Ministri e Shëndetësisë edhe në të kaluaren me kur është qeverisë nga parti tjera, po edhe tash nga vetëvendosja, nuk ka arrit me kriju parakushtet për fillimin e sigurimeve shëndetësore. Një prej parakushteve kryesore është sistemi i informimit shëndetësor. Në situatë hipotetike, hajde gjykata kushtetuese në muajin shkurt ta zëjmë e zhbllokohet ligji.
çka ndodh? A fillojnë mars sigurimet shëndetësore? Sigurisht nuk ndodh. ndodh. Veçantisë të gjitha partitë e premtuan. Po e premtuan, por as nuk do të ndodh në mars, as nuk ndodh në dhjetorin e vitit 2026, as nuk do të ndodh në dhjetorin e vitit 2027, sepse pa ndërtimin e parakushteve dhe pa krijimin e parakushteve një gjë e tillë nuk do të ndodh. Ajo çka mendoj që po bën vetëvendosja tash është që po e shfrytëzon faktin që një seancë që ka qenë shumë e kontestuar prej opozitës dhe kanë shku krejt ligjet pako, do të thotë nuk ka qenë kundrejt një ligjet specifik, po kanë shku çdo gjë që është miratu atë ditë në atë seancë, është kontestuar në gjykatë kushtetuese, për shkak që opozita po ka konsideruar që nuk janë plotësuar kushtet e parapara me letë që mu mbajt ajo seancë dhe nuk janë përmbush kriteret ligjore dhe të gjitha janë në gjykatë kushtetuese. Por, para kushtet, a i ka ndërtu që kjo ministri, a i ka kriju para kushtet, absolutisht jo. A kemi listë të çmimeve, a kemi listë të shërbimeve, e cila është para kusht për sigurimet shëndetësore. A i kemi lidhjen mes ARC-s, regjistrit civil, me Ministritë të Shëndetësisë. A i kemi të integru... Do të flasim për sigurimet, për ligjin për barnat, për listën... Jo, ajo që kam i mosa ndoshta me para se mja u kalu kolegëve, ideja është që kjo qeveri mendoj që ju ka përshtat fakti që ky ligj ka përfunduar në gjykatë kushtetuese, se të paktën në këtë fushat mund ta përdorin si arsyetim që është bllokuar. Në aspektin real, edhe ditë kur është amandamentu ligji, qësh nga kryeministri Kurti, ministri Vitia dhe gjithë vartësit e tjerë e kanë prezentuar si ligj të ri dhe po fillojnë sigurimet shëndetësore dhe mendoj që ka qenë propagandë dhe s'ka pas do të kthejmë edhe çështjes që the që ka më shumë buxhet për barna, e a ka barna